Të dashur shikues, përikthehemi edhe me një epizod të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi profesor Samir Ahmetin për të diskutuar rreth periudhës së Andaluzisë, njëra nga periudhat më të ndritura, por paradoksalisht për të cilën në gjuhën shqipe ka shumë pak material. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Profesor, po fillon nga emërtimi. Pse u emërtu me këtë emër edhe cila është domethënia e këtij emërtimi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, falenderojmë Zotin Gjalla Shanuhu, salavat e i dërgojmë pejgamberit alayhis salam. Faleminderit fillimisht për ftesën që na keni bërë. Ju përshëndes juve dhe ju përgëzoj për këto programe të cilat po i organizoni. Gjithashtu përshëndes edhe teleshikuesit e juaj që ju përcjellin me vëmendje gjatë këtyre organizimeve të misioneve dokumentare dhe arsimore dhe kulturore. Po, periudha cilën gjithherë ne identifikojmë me shprehjen Andaluzi, është një shprehje të cilën nga njëherë gjejmë në forma të ndryshme të shkruar apo dhe të shqiptuar, kur kemë të bëjmë për shembull në gjuhën angleze që aja lexohet Andaluzia, kurse në gjuhën arabe lexohet Andalus. Pastaj dikush i thot Andaluzia, dikush i thot Andaluzia, Andalus, Andalus e kështu me radhë, janë shprehje të përbashkëta të njëjtit term, mirë po nuk ka ndonjë unifikim të historianëve për përcaktimin dhe për krahin atij mendimi që është domethënë që rrjedh nga një popull prej fiseve të vjetra gjermanike, që është fjala për vandalët. Mirë po ky është një prej mendimeve që më së shumti e theksojnë edhe e përmendin ose e renditin prej mendimeve të para, i cili mund të jetë edhe i afërt edhe me argumentimin ose dëshminë apo arsyetimin e përcaktimit të këtij emërtimi. Domethënë, kemë të bëjmë me një prej fiseve të vjetra në Evropën qendrore që janë paraqitur e të cilët kanë qenë të njohur me shkatrimet e tyre që i kanë bërë, që është fjala për vandalët, madje edhe veprimet e tyre kanë ndikuar që prej shkaqeve të shkatrimit të vetë perandorisë romake në fund të shekullit 5 kanë qenë edhe shkatrimet kulturore edhe të civilizimit romak, të cilat shkatrime dhe i kanë bërë vandalët. Jo rastësisht, kjo shprehje edhe ka hyrë në për fjalorët e shumë popujve, madje ka hyrë edhe në fjalorën e gjuhës shqipe, kur ne e dëgjojmë këtë shprehje nga njëherë kur përshkruhet ndonjë shkatrim ose mizori ose tirani ose shtypje ose padrejtësie të ngjashme, marrim si shembull thojmë sjellje vandale. Për faktin se i atribuohet pikërisht kësaj popullati ose këtyre fiseve gjermanike, të cilat kanë shkatruar kudo që ata kanë deportuar. Domethënë, kur përdoret një term në periudhat e vonshme, kuptohet që në të kaluarën ka psuar ndryshime dhe kjo tek termet në histori është shumë normale që të pson ndryshime. Vandal, vandalia, Andalia edhe ka ardhur deri tek përcaktimi i emrit Andalus, që është fjala domethënë për Spanjën, madje edhe përfshin edhe Portugalinë. Këto vende kanë qenë vërtet të okupuara ose të uzurpuara nga ana e vandalëve, që vetë popullata vendase kanë qenë të irrituar prej vandalëve. Nëse ne flasim për periudhën e hershme para ardhjes së muslimanëve edhe depërtimit të tyre në pjesën e Andaluzisë, vërejmë se si kjo periudhë kohore paraprake vërtet ka qenë thujase e çoroditur dhe e çrregulluar duke përfshirë të gjitha sistemet e jetës. Po ashtu edhe vetë popullata vendase, autoktone, spanjollët,
kanë qenë të shtypur nga vandalët. Prandaj ka kaluar një kohë e gjatë të cilët kanë qenë të mllëfosur në ta, edhe kur kemi të bëjmë për shembull me periudhën e sundimit të muslimanëve në pjesën e Afrikës Veriore, në aspektin gjeografik, kur përmendet termi Afrika Veriore, kemi të bëjmë me 5 shtete. Është fjala për Libin, Tunisin, Algjerin, Marokun edhe Mauritanin. Këto janë 5 shtete të cilat e përbëjnë Afrikën Veriore, në të cilat regione muslimanët kanë dëpërtuar, fillimisht qysh në kohën e 4 kalifëve të drejtë përkatësisht kalifit të tretë, që është fjala për Uthman ibn Affanin radhiyallahu anhu, që muslimanët kur kanë dëpërtuar në ato regione kanë qenë të pushtuara nga bizantinët, përkatësisht romakët njëherë e më pastaj bizantinët, kur kemi parasysh që perandoria romake është ndarë në vitin 395 dhe kemi 2 perandori, përkatësisht një e madhe që ka qenë që ndahet në dysh, më pastaj jo larg asnjë shekull nuk ka vazhduar të mbjetoj perandoria romake dhe është zhdukur, e ka vazhduar pastaj sundimin ato regionet Afrikës Veriore nga ana e bizantinëve, me të cilët kanë luftuar muslimanët edhe kanë arrit me i gjunjëzu përkatësisht me shtrit territorin edhe pushtetin e tyre në ato regione, të cilat regione janë të banuara me një popullat e cila është njohur historikisht edhe pranuar shkencërisht, të cilët quhen nga të tjerët të quhen berber, kurse ata veten e tyre e quajnë me emrin Amazigh. Do me thonë, sikur ne, populli shqiptar, që ne veten e quajmë shqiptar, mes nesh, mirë po të tjerët neve na quajnë me emërtime të ndryshme, kur kem parasysh për Alban, ose Albanian, ose Arvanitas në të kaluarën, që është fjala për shqiptarët e jugut, ose Arnaut, Arvanitas e kështu me radhë. Kështu që kem të bëjmë me Amazigh. Amazigh janë një popullat autoktone në këto 5 shtetet afrikane të Afrikës Veriore që unë i përmenda, e të cilët dallojnë edhe nga raca, nga afrikanët, të cilët me gjithë respektin nuk janë zezak, por janë zeshkan, e të cilët me përqafimin e fesë islame në qysh nga koha e Uthman ibn Affanit, kohës së sundimit të tij, e mëtej, ata kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në zhvillimin atyre regioneve përkatësisht në flamurin e islamit ose umbrellën e njëshmërisë së Zotit, duke dëpërtuar madje edhe në Spanjë. Po, pse po e qunë i në mësu me një termë, do me thonë pushtim, okupim, uzurpim e tjere, pse po e qunë, do me thonë dëpërtimin në Spanjë të muslimanëve me një termë pak ma të butë, ma ka çlirimi. Po, shqyqa, në gjithherë ne duhet të elaborojmë, të diskutojmë të gjitha çështjet të cilat ndërlidhen me faktorin njeri, në këndvështrimin fetar mas pari, po ashtu edhe atë njerëzor, human, real, që unë paraprakisht du të them se njëra prej punëve më të rënda të muslimanit është çështja e vlerësimit edhe të gjykimit. Nuk është e lehtë që dikush ta marr kushtimisht çekanin e gjykatësit ose gjyqtarit, edhe po të kadis, edhe të marr vendime përfundimtare. Nuk është kjo punë e lehtë. Prandaj edhe ne kur flasim në fushën e historisë, edhe bëjmë vlerësime dhe gjykime, që ka qenë pushtim apo ka qenë çlirim, ose dikush kanë edhe më larg uzurpim, okupim e të ngjashme, gjithherë duhet me pasën parasysh disa procese ose elemente. Mas pari duhet ne të jemi të zhveshur prej çdo elementi subjektiviteti sakt, që neve na dëmton në marrjen e vendimit për ta quajtur, për ta vlerësuar dhe gjykuar një proces. Edhe çdo element edhe faktor i dëmshëm, qoftë ai brendshëm apo i jashtëm, ai shkakton të lashe edhe nuk do të jemi real në përshkrimin e një procesi. Kur ne themi çlirim, kemi argument, kemi mbështetje. Pikës pari,
muslimanët kur kanë deportuar në Spanjë në vitin 711 apo 10 sipas disa vlerësimeve të historianëve, mas pari paraprakisht vetë spanjollët, popullata autoktone e Andaluzis, ata kishin dëgjuar për sundimin e muslimanëve për te ngushticës së Gibraltarit që është e njohur, po? Përderisa kemi parasysh në aspektin gjeografik, pjesa veriore Afrikës veriore, edhe menjëherë është deti, është ngushtica e Gibraltarit, pastaj e kemi Andaluzin. Jo shumë larg mes të dy tokave, të dy kontinenteve. Edhe kanë dëgjuar spanjollët të shtypur nga ana e vandalëve për drejtsinë e muslimanëve, që po zhvillohet edhe po aktualizohet në ato regione, edhe vetë spanjollët kanë ëndruar sikur të na kishte ardhur ajo drejtësi e muslimanëve tek ne. Sipas një vlerësimi, vetë spanjollët i kanë ftuar muslimanët e janë me na çliru nga vandalët. Kjo është e para. Njëri prej komandantëve musliman, Musa bin Nusair, që ka qenë vali ose guvernatori atyre regioneve, e ka marrë këtë kërkesë të spanjollëve me rezervë si fillim. Edhe ka dërguar një ekspedit të vogël në udhëheqjen e një komandanti Tarif ibn Malik për me vëzhgu situatën në pjesën e Spanjës, Andaluzis, se mos po tradhtohemi, kur ka siguruar terrenin që nuk ka tradhti, edhe madje nuk ka rezistencë shumë të madhe të vandalëve, për shkak se vandalët kanë qenë të angazhuar në shuarjen e kryengritjeve në Evropën qendrore, edhe ka marrë vendimin për me dërgu një ushtri të madhe që ka qenë e përbër prej 7.000 ushtarëve. Mas pari, spanjollët i kanë ftuar muslimanët, e janë me na çliru, e para. E dyta është se muslimanët kur kanë shkuar në Spanjë, kanë zhvillu një luftë jashtëzakonisht të ashpër me vandalët, jo me popullatën autoktone, jo me spanjollët. Madje vetë spanjollët ju kanë ndihmuar muslimanëve kundër vandalëve. Kjo është argument shumë i fuqishëm. Po si çlirim nga vandalët. Sigurisht, po u çliru prej vandalëve. E treta, se duhet me pas në konsiderat se muslimanët kur kanë deportuar në ato regione, nuk ua kanë imponuar as fen e as gjuhën. Gjuhën e Kur'anit, gjuhën arabe muslimanët. As fen e as gjuhën. Nuk ua kanë imponuar. Me gjithë faktin që 7 apo 8 shekuj kanë sunduar muslimanët në Spanjë, nuk ua kanë imponuar. Kurse në të kundërtën, kur kemë parasysh vetë spanjollët që kanë deportuar në shekujt 15-16 në Amerikën Latine, kanë imponuar edhe gjuhën e tyre, edhe kanë imponuar fen, që kjo është e pranuar historikisht. Edhe pika e 4, ose argumenti i 4 që ne po e quajmë çlirim e jo pushtim, është se si muslimanët kur kanë deportuar në Spanjë, e kanë çliruar Spanjën, prej muslimanëve kanë përfituar spanjollët dhe jo vetëm, por edhe evropianët prej muslimanëve. Prandaj, na duhet me pasë në konsiderat se çfarë synime kanë pasën muslimanët për me deportu, për me marrën vendimin me thonën çlirim apo pushtim. Dihet që pushtimi, uzurpimi, okupimi ka për synim të përfitimeve të ushtrisë pushtuese. Muslimanët nuk kanë përfituar materialisht, sepse muslimanët gjithherë kanë pas për qëllim me përhap fjalën e Zotit, madje edhe prandaj edhe Zoti u ka dhënë atyre bereqet, u ka dhënë suksese, kanë qenë jashtëzakonisht të mirëpritur nga ana e evropianëve përgjithsisht. Nëse ndalemi për shembull fillimi i vendosjes së muslimanëve në ato regione, është e rëndësishme për me përmend se në fenë islame dyert janë të hapura për të kontribuar nga të gjithë, pavarësisht përkatësisë prejardhjes ose përkatësisë etnike të njerëzve. Është mirë me theksu që të mos ketë paragjykime në përcaktimin e përkatësisë etnike të njerit apo tjetrit musliman ose komandant ushtarak. E kemi fjalën për shembull për udhëheqësin suprem ose komandantin kryesor të ushtrisë muslimane që ka deportuar në Spanjë. Është fjala për Tariq ibn Ziyadin, i cili ka qenë me përjardhje berbere, siç e përmenda pak më herët, përkatësisht Emazigh, është mirë për me përmend se romakët i kanë quajtur berberët, Emazighët i kanë quajtur berber, përkatësisht barbar.
për shkak se shpreha berber edhe barbar, kur e kem parasysh se barbar na e përdorim në shqip, mirë po eja lexohet në anglisht, aja lexohet edhe atë qëllim e kanë pasën romakët që i kanë quajtur emazigët, i kanë quajtur berber. Me fjalë të tjera i kanë quajtur me keqardhje, do të me thonë shtazarak. Për shkak se romakët kanë pas këtë pikpamje për këdo që nuk e flet latinishtën, edhe nuk është në kodër të perandorisë romake, të tjerët nuk janë sikur se ne dhe i kanë nënçmuar. Prandaj edhe këta vetë berberët nuk duan t'i quajnë të tjerët ata me këtë shprehje, por ata e quajnë veten emazigh, që në gjuhën e tyre të vjetër, gjuhën emazighiane, ka domethënien njeri fisnik i lirë. Sikur që e kena na për ardhen prej ilirëve, që njëri prej mendimeve të përcaktimit ose kuptimit të fjalës i lirë, do me thonë i lirë, njëri i lirë që dëshiron me jetu. Vlen me theksu se muslimanët kanë deportuar të këta berberët, të mazigët. Mirë po ata e kanë pas edhe kanë vazhduar ta kenë gjuhën e tyre. Nuk janë asimiluar. Madje edhe sot, e kësaj dite, ekziston gjuha e berberëve. Gjuha e tyre që flitet kudo në këto shtete që unë i përmenda. Mirë po gjuha zyrtare, gjuha e Kur'anit. Prandaj është e Kur'anit, nuk është mos të thojmë është gjuha arabe e arabëve, për shkak se çdo musliman ka hise në gjuhën arabe. Sa ka hise një arab gjuhën e Kur'anit, ka hise dhe çdo musliman tjetër paralelisht. Sikur të kishte me qenë gjuha e Kur'anit ndonjë gjuhë tjetër, atëherë gjuha arabe nuk do të kishte ekzistuar. Sikur që nuk ekziston edhe latinishtja. Prandaj nuk duhet me pasën paragjykime, por gjithherë duhet me pyetën ashtu siç na mëson Zoti në Kur'an, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni të zotët e mendjes në gjëra që ju nuk i dini. Prandaj edhe kjo popullat kanë vlerë jashtëzakonisht madhe në aspektin fetar, sepse kanë kontribuar shumë. Edhe shtrojna një pyetje këtu. Tariq ibn Ziyadi ka qenë me origjinë pra emazighiane ose berbere. Çu që kanë qytë romak? Po, berbere. Edhe shtrojnë e pyetjen, pse një berber në krye të ushtrisë muslimane? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, për shkak se komplet ushtria muslimane nuk ka berbere. Apo e vrejmë? Do me thonë çfarë kontributit madh kanë dhënë këta. Do me thonë, nuk duhet me thonën arabët e kanë pushtuar, okupuar, uzurpuar, ose edhe çliruar Andaluzin ose Spanjën. Jo, muslimanët. Pavarësisht. Kur them unë komplet ushtria muslimane ka qenë berber ose emazighiane, nuk du me dhënë këtë deklarat mënyrë definitive ose absolute se ka pas sigurisht edhe arab mesin e tyre, por shumica dërmuese e tyre kanë qenë me origjinë berber ose emazighiane. Prandaj edhe Zoti ju këtyre u ka dhënë bereqet edhe suksese jashtëzakonisht mëdha që ata kanë arritur me deportu në ato regione. Periudhë quhet e ortë dhe për shkak të shkencave dhe ortëve që janë zhvilluar në atë kohë. E cilat orte dhe shkenca janë zhvillu pak ma eksaktësisht? Duhet me pas në konsiderat se muslimanët kudo që kanë deportuar, me që ata kanë pasën sukses, ata kanë qenë përfaqësues të denj të parimeve të shariatit islam, për shkak se e kanë praktikuar islamin. Prandaj edhe tregtarët kanë meritën më të madhe të përhapjes së islamit, sepse kudo që kanë deportuar kanë marrë abdes, kanë falë namaz, kanë qenë të sinqert në bashkëpunim me të tjerë, me tregtarë të tjerë, edhe kanë qenë korrekt, edhe kanë arrit me reflektu pozitivitet tek të tjerët. Prandaj edhe këta musliman, kur kanë deportuar, kanë qenë të përgatitur në aspektin fetar, edhe të përkushtuar, edhe kanë vazhduar më tej të reflektojnë pozitivitet tek kushdo që ata kanë deportuar. Kur kem parasysh obligimin fetar islam, fjala e parë Zotit që ka zbrit pejgamberit alayhis salam edhe neve, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit tënd që ty të ka krijuar. Jep me kuptu që muslimanët gjithherë kanë zhvilluar arsimin, kulturën, civilizimin nëpërmjet studimit edhe të shkencave fetare islame, por edhe të shkencave të tjera në mënyrën paralele. E mira këtyre zhvillimeve të shkencave edhe islame edhe atyre shkencore është se muslimanët ose shpikësit e shumë shkencave shkencore, lëmive, fushave shkencore, në të njëjtën kohë kanë qenë edhe dietar edhe të shkencave të tjera, nuk kanë qenë të fokusuar vetëm në një shkencë. Kur për shembull kem të bëjmë
për njërin prej dietarëve të mëdhej të historisë islame, Taberiun, i cili ka qenë historian i historisë islame, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe faqih i shkencës së fiqhut, madje ka qenë edhe mufassir, komentues i Kuranit. Prandaj këta edhe të tjerët bashkërisht me ta kanë arrit me i zhvillu ato shkenca. Po e marr si shembull kirurgjia, që njëri prej dietarëve apo shkencëtarëve të fushës së mjekësisë, përkatësisht nëse kam drejt të them departamentet të kirurgjisë, është Ez-Zahrawi, një dietar i cili jo vetëm që ka përfaqësuar edhe është marrë me këtë lëmi, por edhe ka bërë avancime jashtëzakonisht mëdha, duke shpikur edhe mjete të tjera të cilat ndihmojnë në zhvillimin e kësaj shkence edhe në lehtësimin e kryerjes së operacioneve konkrete të kësaj fushe. Për shembull, kemi çështjen edhe të spitaleve. Spitalet në Andaluzi, përveç që kanë qenë të ndërtuara me ndërtesa objekte konkrete, ka pasën edhe spitale lëvizëse. Që do më thonë lëvizëse, ku kanë pas nevojë e kanë improvizu një spital. Për shkak se ka pas nevojë, edhe ka pas kuadra, edhe fushat e mjekësisë kanë qenë të avancuara, edhe kanë arrit përderisa regionet e largta nuk kanë pas mundësi me pasë në kontakt me spitalet të cilat kanë objektet e veta, atëherë kanë formuar, themeluar spitale lëvizëse, kështu i quajnë në terminologji. Për shembull, kemi edhe astronomin, se si muslimanët, njëri prej tyre është edhe Ez-Zarqali, i cili ka arrit me shpik me sjell diçka gjëra të reja, prandaj edhe u ka lehtësuar muslimanëve edhe për caktimin preciz të kohëve të namazeve. Domethënë, vërejmë që këta shkencëtar kanë kontribuar edhe në fushën shkencore edhe në atë fetare. Për shembull, kemi edhe letërsinë. Njëri prej dietarëve të letërsisë që kemi Ibn Hazmin edhe Asfahanin. Këta dy dietar edhe shumë të tjerë të shquar, letërsinë e kanë zhvilluar duke pasën konsiderat hapat e para të letërsisë qysh nga koha e pejgamberit alayhis salam, kur kemi të bëjmë me retoriken, të folurit në stile të larta, fjallat vjen, domethënë që gjuha arabe ka qenë jashtëzakonisht e ngritur dhe zhvilluar, që arabët e kanë folur në gjuhën arabe jashtëzakonisht të pastër, edhe Zoti i Madhërisht e ka zbritur Kur'anin në gjuhën arabe, që është gjuhë e muslimanëve tani. Pejgamberi alayhis salam i ka nxit poetët që ata të përshkruajnë nëpërmjet prozave, vjershave, poezive të tyre, të përshkruajnë gjëra reale të vërteta. Për shkak se poezia ka qenë tek arabët edhe para shpalljes, mirë po kuptohet jo vetëm tek arabët, por edhe në gjuhë të popujve të tjerë mund të gjejmë poezi e proza të imagjinuara. Apo mirë po muslimanët gjithherë kanë pas dëshirë me zhvillu letërsinë me gjëra reale të vërteta. Për shembull, i kanë nxit pejgamberi alayhis salam poetët për me përshkru xhenetin, xhehenemin, vlerat e mirësjelljes, të moralit, të edukatës, të etikës islame nëpërmjet vjershave dhe poezive. Prandaj edhe është zhvilluar. Kur kemi të bëjmë për shembull edhe me gjeografin, edhe udhëpërshkruesit, që njëri prej tyre është edhe Ibn Battuta, i cili vërtet ka përshkruar vende ku ai ka depërtuar, ka sakrifikuar jashtëzakonisht shumë, që ka vizituar vende të shumta, po ashtu edhe prej tyre vendeve edhe Andaluzin. Është edhe një udhëpërshkrues tjetër Ibn Fadlan, udhëpërshkrimi i Ibn Fadlanit, po ashtu edhe ai ka qenë jashtëzakonisht i njohur, që ka vizituar vende të tjera të jo muslimanëve, kryesisht të pjesës aziatike perëndimore edhe të anës lindore të Evropës. Thënë ndryshe, këto shkenca kanë qenë të zhvilluara paralelisht edhe me shkencat apo fushat e tjera islame që ata i kanë përfaqësuar, sepse kanë qenë në të njëjtën kohë edhe dietar të shkencave islame, edhe dietar të shkencave të tjera eksakte. Nga institucionet arsimore në Andaluzi, si bibliotekat, universitetet e tjerë, u ndiku shumë edhe pjesa e Evropës që nuk ishin besimtarë musliman. Çka mundi me na thonë për këtë pjesën e ndikimit pjesës evropiane, do të thonë pe muslimanëve? Sigurisht, natyra e faktorit njeri është që e don të mirën, të bukurën, të dobishmen, të arsyeshmen. Prandaj kur ajo vije nga njerëz të cilët janë të dobishëm, atëherë ajo është edhe më e pranueshme ka qenë edhe më e pranueshme nga ana evropianëve.
Shtoja kësaj nevojës jashtëzakonisht të madhe të mundësisë së arsimimit të botës evropiane në atë kohë. Kur kemi të bëjmë për shembull për 4 shekujt, shekullin e 9, shekullin e 10, 11 dhe 12. Në kryesisht, nuk po flas me absolutizëm, kryesisht sipas vlerësimit të historianëve, se gjatë këtyre shekujve popullata evropiane 95% ka qenë analfabete. Llogaritë për shekuj të tërë. Prandaj ata kanë pas jashtëzakonisht nevojë të madhe. Nevoja e madhe, po ashtu edhe bindja e tyre se arsimimi po vije nga njerëz adekuat, njerëz të arsimum, njerëz të mirëfillt, të përpikt edhe të dobishëm për popullatën. Për shembull, këto përparime edhe zhvillime ju kanë ofruar, zhvillimi i arsimit ju ka ofruar mundësi që të arsimohen madje edhe prisit e tyre, qofshin ata fetar apo edhe qeveritar. Për shembull, kemi edhe priftrin të cilët kanë përfituar nga arsimimi të cilën e kanë gjetur tek muslimanët e Andaluzisë. Po ashtu edhe princa e mbretër që kanë përfituar nga arsimimi i muslimanëve në Andaluzi. Cilët janë kohë disa prej dietarëve së shkencëtorëve që janë kohë më të spikotën në këtë periudhë. Po, unë fillimisht kisha pas dëshirë me përmend njërin prej dietarëve të shkencës së tefsirit, prej shkencave fetare, kur është fjala për Imam al-Qurtubi, i cili ka qenë dietar i komentimit të Kuranit, mirë po në të njëjtën kohë ka qenë edhe fiqih për shkak se i përkiste apo ka qenë i mëdhëbit Maliki, që mëdhëbi Maliki ka qenë kryesisht në Afrikën Veriore, edhe ka qenë ky mëdhëbi përfshirë edhe në Andaluzi, mirë po nuk ka qenë i rrept në mëdhëbin e tij Maliki, për shkak se në librin e tij El Jami' li Ahkam al-Quran, për mbledhje e dispozitave të Kuranit, është një tefsir i këtij autori që preferohet nga të gjithë, sepse ka sjell argumente edhe nga mëdhëbet e tjera, por ka qenë edhe gjuhëtar, për shkak se ka bë komentime të fjalëve të Zotit në parajetët të Kuranit edhe në aspektin gjuhësor, përveç se ato të fushës së tefsirit. Po ashtu edhe kemi dietar të mëdhenj, sikur që është fjala për Ibn Rushdin, i cili ka qenë një filozof i shquar, i cili ka lënë gjurmë në fushën shkencore të filozofisë me librat e tij, nga të cilat libra dhe kanë përfituar të tjerët. Po ashtu e kemi edhe në fushën e filozofisë, kemi edhe Ibn Tufailin, i cili ka lënë gjurmë edhe në fushën e filozofisë, po edhe të mjekësisë. Kur themi të mjekësisë, kemi të bëjmë edhe me shpikje ose me sjelljen e instrumenteve, përkatësisht mjeteve, përkatëse të fushave të ndryshme të mjekësisë, të cilat fal kontributit të këtyre dietarëve edhe shkencëtarëve musliman kanë arritë që të përhapin edhe të shtrinë atë ndikim edhe tek të tjerët. Në Span kanë jetuar edhe ju muslimanët, cilat janë konë drejtat e ju muslimanëve këtu? A kanë pas drejta, a janë shtyp? Përderisa muslimanët kanë sunduar gjatë në atë regjion, po e përsëris, kanë qenë meritor që ta kenë suksesin edhe bereqetin nga ana e Zotit, dhe kanë arrit me bashkëpunu me popullatën autoktone spanjolle. Kuptohet që në aspektin fetar islam, ata të cilët jetojnë, jo muslimanët që jetojnë në ombrellën e shtetit islam, ata i gëzojnë të gjitha të drejtat qytetare në mënyrën e barabartë të drejtësisë me muslimanët. Por kuptohet që kanë edhe obligime, sikur që është fjala për një taks tatim të cilën e kanë paguar jo muslimanët në shtetin islam, i cili tatim quhet gjizjetun. Ky term kisha bër apel që të trokasin në dyert e duhura të qelluara për të shpjeguar këtë term edhe në aspektin shkencor edhe në aspektin ose gjuhësor edhe terminologjik, për shkak se keq përdoret kjo shprehje. Ky term mundohet të tjetërsohet nga njerëz të cilët nuk janë adekuat, nuk janë të kompetent, nuk janë të thirrur për me shpjegu. Gjizja është një tatim fetar i arsyeshëm i cili ka edhe dispozitat e veta. Mas pari duhet me pas në konsiderat kuptimi gjuhësor i shprehjes gjizje, është kompenzim.
kuptimi gjuhësor. Kur ne shkojmë në cilin do dyqan për me ble diçka, kërkojmë një artikull, mirë po e kompenzojmë atë me pagesë apo me të holla. Prandaj që të dy palët ndohemi të kënaqur edhe përfundon kjo lloj marrëveshje e vogël. Prandaj edhe çdo jo musliman që jeton në umbrellën e shtetit islam e bën këtë pagesë për çfarë arsye? Për arsyen e thjeshtë që ai të e paguaj sigurinë të cilën ja jep shteti islam. Mirë po, duhet me pas parasysh se urtësia e pagesës së gjizjes qëndron diku tjetër, jo në aspektin material. Urtësia, synimi i islamit në përcaktimin e pagesës së gjizjes nuk është për me rrit buxhetin e shtetit islam. Urtësia qëndron në faktin e dëshmisë edhe deklarimit të një jo muslimani i cili e bën pagesën e gjizjes. Procesi fizik, po e marrim si shembull, kur një jo musliman shkon tek nënpunësi i shtetit islam edhe kushtimisht e nxjerr kuletën edhe bën pagesën e gjizjes. Ky proces është shumë domethënës, sepse me këtë proces vetë ky jo muslimani po deklarohet, por jo figurativisht, po legjitimon, por figurativisht, por jo në mënyrë të shprehurit, po verbale, jo. Do më thonë, po e dëshmon se unë e pranoj shtetin islam. Pse po them e tjetërsojnë të tjerat për faktin se madje disa as që din të shqiptojnë i dhajnë të drejt vetës pa drejtësisht me shpjegu gjizjen. Po them e tjetërsojnë për shkak se me njëherë reagojnë. E pse me dhonë tatim vetëm ne jo muslimanët të shtetit islam, ose pse? Po në anën tjetër muslimanët e kanë zëqatin për shkak. Dhe jo vetëm. Por e kanë edhe sadakatul fitrin. Do me thonë muslimanët paguajnë tatime shumë më shumë se sa jo muslimanët të shtetit islam. Prandaj, me që ky lloj tatimi nuk ka qenë asnjëherë barr. Për shkak se muslimanët në aspektin administrativ kanë bë edhe kontrollimin e popullatës, që popullata nuk janë në të njëjtin nivel të material apo financiar. Dikush ka më pak, dikush më shumë, dikush mesatarisht. Prandaj edhe shteti islam, njerëzit përkatës kompetent kanë bërë përcaktimin e dhënies së asaj shume të pagesës. Me fjalë të tjera mos të shpenzojmë kohë, kjo gjizje kur është bërë kjo pagesë, atëherë jo muslimanët kanë qenë të harreshëm, nuk e kanë kundërshtuar, dhe nuk kanë reaguar, dhe e kanë pranuar dhe e kanë paguar. Prandaj, shumë prej jo muslimanëve kanë pas mundësinë përveç të ushtrimit të riteve fetare të jo muslimanëve, që i kanë pas të gjitha të drejtat, kanë pas mundësi që t'i kontrollojnë ato, të zhvillojnë fusha ose aktivitete të ndryshme fetare nëpër institucionet ose objektet e tyre, madje ata kanë qenë të barabartë me muslimanët edhe në fushat të tjera të jetës përgjithsisht, edhe në tregti, edhe në industri, edhe në bujqësi, edhe blegtori, kudo kanë qenë të barabartë me të tjerët. Me që kanë ecë edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, paralelisht në të gjitha fushat e jetës, jep me kuptu se ka pas harmoni jashtëzakonisht mirë në mes vete. Sikur do të kishin reaguar, atëherë do të kishim thënë se s'pas ka pas harmoni të bashkëjetesës në mesin e tyre. Me që kanë vazhduar paralelisht, atëherë ata e kanë pas një gjë të tillë. Po du me fol pak për rolin e gruas, si ka roli gruas dhe drejtat e saj në këtë periudhë. Kuptohet, muslimanët kanë pas në konsiderat që natyra e gruas është një natyrë ndryshe nga natyra e burrit. Prandaj unë do të kisha kundërshtuar atë termin barazi gjinore, për shkak se jo, nuk ka barazi gjinore, po ka drejtësi gjinore. Sikur të kishte me të qenë barazi gjinore, atëherë do të ishin domosdoshmërisht do të kishim angazhuar ose ngarkuar gratë me punë fizike. As biologjikisht nuk janë absolutisht, domethënë ka drejtësi gjinore. Feja islame e trajton qysh është më së miri. Fjala vije, në Andaluzi, muslimanët i kanë trajtuar gjinin femërore, gratë në mënyrën dinjitoze. Ju kanë dhënë mundësi që ato të kontribuojnë, të ofrojnë shërbime përkatësisht. Për shembull, njëri prej dietarëve është Ebul Fejad. E merr një shembull se si vetëm në një lagje, periferi
të qytetit të njohur të Andaluzisë, që është fjala për Kordovën, në atë region periferi e qytetit të Kordovës, ka qenë një institucion arsimor i cili, në të cilin kanë qenë dikon afërsisht 170 gra të angazhuara me të shkruarit e Kur'anit me kaligrafi edhe me forma të bukurshkrimit, të cilat jo vetëm që janë marrë si lloj artizanati, por kanë pasën edhe prirje në kryerjen e obligimeve të tyre. Domethënë në këtë fushë, të cilat kanë qenë të fokusuara, të përcaktuara për ta kryer detyrë. E lërmë edhe në fusha të tjera, të cilat aty ku ka qenë e përshtatshme për natyrën e tyre, u është dhënë mundësia që ato të kontribuojnë, të jenë pjesë e shoqërisë së asaj kohe në Andaluzi. Po dolim të dëbimi, çysh ndodhi dëbimi muslimanëve nga Sponja? Po, duhet me pas në konsiderat se edhe vetë muslimanët ka fundi i sundimit të tyre, i kanë disa faje kushtimisht. Historianët për me dëshmu këtë përcaktojnë një term pak sa të çuditshëm, që ato regione në fund të shekullit 15, ato regione madje edhe më herët kanë filluar që të quhen tawaif në terminologjinë e historisë islame, që ka domethënien grupacione në shomës. Për çfarë arsye? Për shkak se muslimanët kanë filluar që të përçahen mes vete. Kur muslimanët janë përça, edhe s'kan mujt me qenë unik, bashkuar, të unifikuar mes vete, atëherë edhe armiqt e tyre janë fuqizuar ose edhe janë trimëruar. Do me thonë, ka pas rast kur një komandant ushtarak në një region të caktuar e ka pa veten që ka ndikim jashtëzakonisht të madh në ushtrinë e tij, qoftë ajo e madhe apo e vogël, edhe me një region, me një fshat, me një qytet e ka shpall veten si mbret. Do thonë kanë më shumë grupacion për pushtet, jo dallime fetare që kanë pasur në lloj. Jo, në aspektin politik. Po, do me thonë, prandaj edhe në terminologjinë e historisë islame quhet tarikhu tawaif, historia e grupacioneve, e grupeve, për shkak se kanë filluar më u përqa. Prandaj edhe kjo i ka bërë spanjollët të përkrahur edhe nga francezët, që të fillojnë ato planet e tyre të cilat i kanë pas, kur është fjala për shembull në fund të shekullit 15, përkatësisht në vitin 1492, mbreti katolik Ferdinandi bashkë me Izabelën nxjerrin një dekret shtetëror përmes të cilit i përfshin edhe muslimanët, përveç se hebrenjët që i kanë dëbuar, i kanë përfshi edhe muslimanët, e më pas, më konkretisht, mënyrë pak më rigoroze, vije Filipi i III, i cili në vitin 1609 nxjerr një dekret gjithashtu zyrtar, përmes të cilit i detyron në mënyrë të prerë që të dëbohen muslimanët nga regionet e tyre. Ata që kanë qëndruar aty janë konvertu muslimanët e mbetur kanë vazhduar më tej që faljen e namazeve, agjerimin, t'i kryjnë këto procese në mënyrë të fshehtë për shkak të frikës prej pushtetit, mirë po me kalimin e kohës edhe ato gjenerata janë zbe edhe kanë shku deri tek asimilimi i tyre. Çka ka mbet për trashëgimisë islamit ditës së sotme në Andaluzi? Do me thonë këta që e vizitojnë Andaluzin, nuk është e shohin atje besimtar, shohin disa kisha që janë konë më herët xhamia. Çka ka mbet pak më eksaktësisht? Po, historianët bëjnë me dije se vërtet trashëgimia islame në Andaluzi, përkatësisht në Spanjë, është e dukshme, e argumentueshme, edhe e mundshme për të vizituar, vende të cilat vërtet janë magjepse për shkak të zhvillimit jashtëzakonisht të madh në fushën e inxhinierisë, e cila ka arrit kulmin e vet në atë kohë, të cilat vërtet i kanë mahnit edhe këdo që ka vizituar ato objekte, kur kemi të bëjmë për shembull për xhaminë e Kordobës,
një xhami mahnitse, e cila ka në to argumente të shumta të cilat dëshmojnë për zhvillimin e inxhinierisë muslimanëve në kohën kur ato janë projektuar, janë hartuar edhe më pas edhe janë ndërtuar, po ashtu edhe është pallati El Hambra në Granad, një pallat magjepës i cili vërtet nxit kurreshtjen e kujt do që të vizitohet për shkak se ka vazhduar të mbetet njëri prej vendeve më atraktive për të vizituar. Gjithashtu duhet përmend edhe qytetin Zahra në Kordobë, i cili ka qenë kryeqyteti i kalifatit Emevet në Andaluzi, i cili është jashtëzakonisht madhështor për shkak se dëshmon për një qytetërim të lashtë, qytetërim të ngritur edhe të zhvilluar islamik, duke mos harruar edhe përmendur edhe banjot publike, një fenomen i pa dëgjuar edhe i pa imagjinuar nga ona evropianëve, i cili ka dëshmuar për higjienën individuale, personale të muslimanëve, nga se muslimanët përderisa kemi parasysh që kanë lëvizur, kanë bërë tregti dhe udhëtime të shumta, duke pas parasysh mjetet e udhëtimit që kanë qenë domethënë në kafshët, edhe kanë rastis në përvende larg shtëpisë, mirë po kanë pas nevojë që të pastrohen, prandaj edhe kjo jo është ofruar kjo mundësi nëpërmjet banjove publike, të cili fenomeni ka mahnit tërë Evropën, se si ato kanë qenë jashtëzakonisht të dobishme për pastërtinë vetanake të popullatës në përgjithësi. Po shumë ka fund dhe një pyetje të fundit e kam profesor, cilat janë mësimet që mund mi morë musliman, domethënë në Kosovë, edhe në këtë rreth shqiptare, domethënë prej kësaj historie që njihet si periudha orë, domethënë që e përmendim shpesh edhe krenohemi me këtë periudhë muslimanëve. Më pari do të kisha rikujtuar se përderisa muslimanët kanë arrit me themelu një shtet në mu në zemër të Evropës, në një kohë jashtëzakonisht të çoroditur ta quajmë, kur kemi të bëjmë me mesjetën, në një kohë shumë të rëndë, në të cilën kohë Evropa ka qenë në errësirë të plot, kanë arrit me themelu, si rezultat i mirëfillit, modestisë edhe përfatësimit dinjitoz të shkencave islame, edhe kanë arrit me formu edhe me reflektu pozitivitet, edhe që të gjithë të tjerët të përfitojnë, ashtu siç thash në fillim, jo vetëm spanjollët, por të gjithë evropianët kanë pas mundësinë e përfitimit nga muslimanët në fushën edhe të arsimit edhe të kulturës e civilizimit. Prandaj është e mundshme që një zhvillim i tillë i fushave të ndryshme të jetës mund të realizohet kudo, edhe në vendin tonë. Pika e parë. E dyta, do të kisha theksu se si bashkëjetesa në Andaluzi na ka dhënë një mësim të artë që është e mundshme që ajo të realizohet edhe në vendin tonë, pavarësisht që këtë ne edhe me shekuj edhe e kemi dëshmuar, përkundër dallimet që kemi në aspektin fetar, përkatësia fetare asnjëherë nuk na ka përça popullatën shqiptare dhe gjithherë kemi parasysh këtë vazhdimsi. Disa tentativa, kështu që pavarësisht ato janë të zbehta dhe janë dinake, prandaj edhe as vetë jo muslimanët nuk i përkrahin ato iniciativa për shkak se janë qëllim të këqija dhe ato dhe përfundojnë si të dështuara. Pikë tjetër do të kisha theksu që vetë fakti i ekzistimit të bibliotekave të shumta, qofshin ato edhe individuale edhe publike, të cilat kanë qenë gjithandej në Spanjë, ato kanë ndikuar në ngritjen e nivelit arsimor edhe intelektual të popullatës. Prandaj edhe tek ne një fenomen i tillë duhet patjetër që të përkrahet edhe të aplikohet edhe të jetë pjesë përbërëse e jetës tonë të përditshme, që ta duam librin edhe shkencën edhe arsimimin, që gjithkush nga këndi i vet me të cilin ngarkohet të kontribon në ngritjen e nivelit arsimor, kulturor, civilizues
apo edhe shkencor në vendin tonë. Përveç kësaj, duhet me pas në konsiderat se fal edhe drejtësisë islame e cila është aplikuar në tërë Andaluzin, ka dëshmuar se ka qenë e dobishme për të gjithë, jo vetëm për ata të cilët kanë jetuar aty, por kanë marrë mostër nga edhe drejtësia, edhe morali, edhe etika, edhe edukata e muslimanëve kanë marrë në shembull edhe të tjerët në regione të tjera përtej Spanjës. Profesor, unë të falenderoj se na ke nderuar edhe ka orë sot dhe na ke shpalosur një histori që e gjejmë rroll, domethënë në materialet që i kemi gjuhën shqipe. Po shpresoj që u kone dobishme. Shpresoj të jetë e tillë. Faleminderit për ftesën që ma keni bërë. Unë ju përgëzoj për këto programe që po i organizoni. Shpresojmë që do të takojmë edhe herave të tjera. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim këtu me profesor Samir Ahmetin, ku biseduam për periudhën e ortë të muslimanëve në Andaluzi. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.